Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku si çdo ditë edhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori nga Vlora dhe në fakt ditën e sotme do të flasim për një konflikt të rënd brenda familjes. Ka qenë 45 vjeçaria Valbona Rapaj, e cila ka telefonuar redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe kërkon ndihmën e televizionit ton Report TV pasi kërcënohet dhe është ofenduar pikërisht nga kunati i saj. Gjithçka ka nisur për një konflikt prone, për një banesë në qytetin e Vlorës, por ky konflikt ka degeneruar në dhunë dhe sharje dhe ofendime. Kjo 45 vjeçare së bashku me bashortin e saj ndihen të kërcënuar, ndaj kanë vendosur ta denoncojnë publikisht konfliktin e tyre në familjen pikërisht Rapaj. Ndërkohë që 45 vjeçaria ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Falenderoj që të kam sot në studio dhe sinqerisht më vjen keq për gjithë atë histori që ke treguar në redaksin ton dhe ditën e sotme do e denoncosh live. Por ditën e sotme ne kemi vendosur të kemi dhe një avokat dhe është pikërisht avokati Hidayet Beqiri. Përshëndetje avokat dhe mirë se erdhe. Përshëndetje avokat, kam ardhur dhe ju përshëndes të gjithëve dhe juve si staf. Kam shumë gjëra për të thënë ditën e sotme. Por ajo që unë jam prekur, ndjeni vërtet të kërcënuar nga njerëzit e burrit, se konflikti ka ndodhur brenda familjes. Po, në rrethin e Vlorës unë kam blerë një shtëpi nga zoti. Do ma tregosh me detaje gjithë historinë, por i e shprehur që ndihem e kërcënuar dhe më ofendojnë me fjalë të pista. Po. Kur themi ndihesh e kërcënuar, çfarë të thonë? Se më shanë dhe më ofendon në shtëpi, kur unë ja kam blerë, nuk se ja mora. Vetë me dëshirën e ti, zotëria mi dha. Por do na i tregosh të gjithë këtë ngjarje ditën e sotme, uroj që pala tjetër kushurinë e bashortit tuaj të jenë duke na ndjekur, por ditën e sotme ne do kemi edhe bashortin tuaj në një lidhje telefonike, por fillimisht do ndjekim një material, një kronik që gazetarja jon Gjila Durishti ka përgatitur për historinë e 45 vjeçares Valbona Rapaj dhe rikthehemi në studio. Pas konfliktit për pronën, kushërira e burrit i vë një pankart tek dera e shtëpisë me fjalë ofenduese. Kjo histori e rëndë do të vijë rrëfyer pas ditën e sotme nga Valbona Rapaj, një 45 vjeçare nga Vlora. Ky konflikt e ka zanafillën 2 vite më parë kur Valbona dhe bashkëshorti i saj Dritani morën një shtëpi kushërire të këtij të fundit me qëllimin për ta blerë me këste. Çdo muaj ata i dërgonin para të zotit të shtëpisë me mirëbesim, ndërsa në fund të pajiseshin me certifikatën e shtëpisë. Por kur kishin mbetur edhe pak para për ta paguar shumën totale, i zoti kërkoi që ata të dilnin nga shtëpia pasi ja kishte dhuruar të vëllait. Kjo gjë bëri që të nisin konfliktet mes tyre, ndërsa bashkëshortja e kushëririt e ka ofenduar me fjalë të rënda duke vendosur edhe pankartë në derën e shtëpisë. Edhe pas denoncimeve në policinë e Vlorës të bëra nga Valbona, deri më tani nuk është marrë asnjë mas. Në telefonin e saj vijnë mesazhe ofenduese dhe kërcënuese nga pala tjetër, ndërsa kjo situatë po bëhet edhe më shqetësuese për këtë familje. E shqetësuar, Valbona kërkon të denoncojë këtë mashtrim dhe situatë të rëndë, me të cilën është përballur pasi nuk po gjen dot zgjidhje. Ky është konflikti që do trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë. Dashur Valbona, teksa po ndiqnim dhe materialin, më thej që letra varin nëpër muret të portës tuaj, po? Edhe më kishin vënë në fjalë ofenduese, atje më shanin. Dhe kush ti ka vendosur këto letra? Këto letra me sa shoh se ka paguar i zoti shtëpisë, që mua ata të më ofendonin, të më shanin. Ishte një turp i madh për mua, një grua 45 vjeçare të më vjen të tilla letra në derën e shtëpisë. As vetë nuk i kisha parë, ishte mëngjes, djali im po vente për në punë edhe i bie derës, o mama, ç'a janë këto? Si ua kishin gjetur? Ja i kishin vënë një letër të madhe dhe i kishin varur te porta e shtëpisë. Dhe shkruhej në atë letër? Shkruheshin atë letër fjalë ofenduese, më shanin, më ofendonin mua. Fjalë shumë të rënda që s'mund t'i them dot. Dhe këto letra, le të themi, ju dyshoni se kunati juaj, se ju e quani kunat. Po, kunati. Kunati juaj mund t'i ketë vendosur? Po, kishte paguar njerëz që si mua të më vështirej ajo shtëpi, edhe unë të alija të shtëpi që të ikja. Pra, deri këtu keni arritur? Po, deri këtu lajmërova dhe policinë e Vlorës, erdhi një qikë, bërën një foto edhe ikën.
Dhe deri më sot në këto momente që jam, unë nuk ka marrë një rrugëzidhje. Por, e dashur Valbona, në momenti që ju pat këto letra, që ju avarën tek porta e shtëpisë me qëllim që të hidhesh balk mbi figurën tuaj, të turpëroni në lagjen ku jetoni në Vlorë, kushdo që i ka bërë është e rëndë dhe turpshme, ti nuk mundet do të flisje me kunatin që për çfarë po i bën të gjitha këto, jo ju, bashkëshorti juaj. Po, nuk i kam bërë unë, tha, nuk e di, tha, se kusht i ka bërë, tha, ato letra, tha. Gjeje, tha, kusht i ka bërë. Por pse dyshoni që mund të jetë pikërisht ai që ua ka bërë këtë gjë? Pikërisht ai, sepse ai më thosh mua, unë do t'u bëj që juve të ikni fare aty ja bënde, që t'i lësh vetë. Edhe tërë jetën tënde ja bënde, unë do të vesh me roba të zeza. Si me roba të zeza? Do të vesh që ti të vuash, më kupton. Do të bëj që ti të rish tërë jetën tënde, më thosh mua, me roba të zeza. Që të qash për në njëna fëmit, më kupton se do i veshin fëmit do minimat. Po, pastër, që ai ju pas ka bërë. Dhe ndërkohë ti ke njoftuar policinë e Vlorës dhe nuk është marrë asnjë mas. Po, asnjë mas nuk është marrë. E dashur Valbona, po çfarë ka ndodhur mes te dhe kunatit tënd, si quhet? Krenar Kormuzi. Me krenarin, çfarë ka ndodhur? Jetoja në shtëpi me qira. Po, në qytetin e Vlorës. Në qytetin e Vlorës, po qira Gjova i kishte shtëpitë e Çupës, edhe më thotë Valbona për një muaj më thotë, a mund t'i mi lirosh shtëpitë se do më vi Çupa. Po patjetër i them. Edhe marrë vesh që krenari kishte një shtëpi të mbyllur që jetonin në mbante bakti këshu dera, mbanin kafsh në atë shtëpi. Një ndërtes që nuk e përdorte, por e mbante si kasole për kafshët. Edhe si fukaresh që isha, i thash që jam për jashta, jam pa shtëpi, i thash. Të lutem, mund të ma japësh mua të shtëpi, i thash, në qoftë se ti e shet, do bijem dakord bashk, i thash edhe unë të ta blej. Po, më thotë mua, por me një kusht thot që unë dua lekë, thot çdo muaj, thot. Ratu i di që ti pagoj këto parat çdo muaj me këste. Bëhet fjalë për këtë shtëpin këtu që po shikoj. Po, për këtë banesë, po. Po? Dhe si gjithmonë lafose me burin dhe me çupën, me fëmijët, familja jonë, dhe i them që se fëmijët i thoshin xhaxha, nga që me burin janë djalalle, djaldajo. Janë kushurin të parë, pra nuk e ke kunat të drejt për drejt. Por i ke thritur kunat gjithë jetën tënde. Po, për respekt dhe fëmijët i thoshin xhaxha. Në regull, ram dakord i them kuj ke qelësat e shtëpis, a i ka një vlla në Vlorë. Kjo shtëpia? Po, kjo shtëpia. Nga një kasole ti e ke kthyer në shtëpi normale për të jetuar. Po, në shtëpi normale. Po? Edhe i them kuj ke qelësat e shtëpis, i them që unë të filloj t'i reguloj. Më thot mua, i ka vlla i, më thot mua, Zamir Kormuzi në Vlorë. Se ku jeton dhe në ato ko krenari? Krenari jeton në Francë. E qartë, krenari jeton dhe në Francë dhe të datë qelësat e shtëpis. Qelësat e shtëpis jam bante i vllai që kam unë në ngjitur aty afër, Zamir Kormuzi. E qartë, të banes ju sa lek e blet? Këtë banes mua i më tha ti do ta marrësh, më tha mua 8.000 euro. 8.000 euro? Po. Para sa vitesh? Para 3 vjetëve. Para 3 viteve. Pra atë banes, kjo është banesa e vjetër? Po, është banesa që a i ndalemi pak regjia. Pra bëhet fjalë për këtë banes që ti para 3 viteve e ke bler 8.000 euro, regjia ju lutem, më nxirni foton e banesës, banesës së vjetër. Kjo është aktualja që ka investuar zonja Valbona, dhe ti e bleve 8.000 euro atë kasole, le të themi, dhe hyre fillove ta ndërtoje. Po, kishte edhe një hapësirë vend bosh, edhe fillova i rregullova i bura me dyer, me penxhere, me instalime, i rregullova vetë. Vetëm një plak i mungona, se shtëpia se nuk kam për momentin që unë ta bëja. Por këto para në muaj sa ishte? Çupa ime i dërgonte nga 1.000 euro, nga 500 euro, si pas hallit që kishim. E qartë. Po, ja dërgoni muaj për muaj. Nëpërmjet bankave, besoj. Po, i kam dhe faturat, ja dërgonte Çupa me Yster Union dhe Minigram. Po, dhe çfarë ndodhi më pas? Më pas më merë krenari në telefon, edhe më thotë nuk mi ka dërguar Çupa, thot një muaj, thot, nuk mi ka dërguar, thot lekët, thot, mi ka dërguar pak me bones. I thash të lutem, i thash, Çupa është në spital, a shu ka një allë dhe do t'i dërgoj. Për çfarë bëhet fjalë? Po ja më thot mua e kemi lënë, thot, që unë të japa të kontratën, këtu në Francë, thot, që unë të bëj një noteri, bën 1.500 euro, thot, që unë të dërgoj letrën, që ti të shikosh allin tënde dhe unë allin tim. Po, dakord, i them. Edhe, por do më dërgosh firmën, i thash, pastaj unë të dërgoj dhe 1.500 ershin. Mirë, më thot mua, kalon një muaj, kalon 2 muaj, ky merte në telefoni vetëm më shanë më kërcënonte,
Ja kam edhe mesazhet. Ndalemi pak, pra, nga një marrëveshje që ti do i blije këtë banesë, dhe në këto 3 vite, nga një kasole, e theksoj, e shikojmë këtu në video, e ktheve në një banesë normale, pra investove, e bleve 8.000 euro dhe investove tek ajo shtëpi dhe e ktheve në shtëpi të banueshme. Ti, vajza juaj, ishte në emigrim, pagonte këstet mujore, dhe në këto 3 vite ti ja shleve 8.000 euro? Po, ja dhash, lekët i kam ngel vetëm 1.500 euro se më thosh bë noteria. Jo, lek 8.000 euro të shtëpis ja ke paguar. Pra 8.000 euroshin që ti bleve këtë banesë, ja ke shlyer. Dhe ndërkohë, kur shlyeve pagesën, i kërkove që ai të dërgonte një dokument ku ti të bëje procedurat dhe shtëpia të hidhej në emrin tuaj. Unë gjatë këtyre lekëve që i ka dërguar Çupa, i kam dërguar 6.500 euro, i kam ngel 1.500 euro, më tha i dua për noterin që të vend të gjitha 8.000 euro. E qartë, pra nuk i ke paguar 8.000 euro të plota. Por çfarë ndodhi? Do të thënë nga një moment që ju ishit shumë mirë me njëri tjetrin, filluan kërcënimet dhe ofendimet. Sepse ai ka marrë vesh që atje do prishen, do bëhen pallate, edhe thot që unë jam bërë pishmën tani, thot edhe unë i dua shtëpitë e mia, thot se do t'ja jap vllajt tim, nuk e di kujt do t'ja japi ai, do t'ja shesi. Më ka ndërguar edhe një flet, kur më thot që Valbona Rapaj, zoti Dritan dhe zonja Valbona Rapaj, duhet të më liro shtëpin për 3 ditë. Kush va ka dërguar këtë letër? Këtë flet e gjeta të këdere portës të varur. Ishte ardhur nga një institucion? Po, thonë që është nga një institucion, nga vllai i tij. Jo, është tjetër nga vllai, është shkruar me dorë dhe nga institucioni. Nuk, jo, thotë që është nga institucioni, thotë e ka dërguar krenar Kormuzi që ti liro shtëpin. Por ju aktualisht tek ajo shtëpi jetoni? Po, unë tek ajo shtëpi jetoni. Po mirë, kur ju bët këtë kontrat shitblerje, ti e disponon atë letër? Nuk më ka marrë asnjë dokument sepse kisha besim. Pra ju nuk keni? Jo, nuk kam asnjë dokument. Unë edhe sot e kësaj dite jam pa drita tek ajo shtëpi sepse kanë lajmëruar elektricistat dhe kanë ardhur mi kanë prerë. Jetoj pa drita. Avokat, ndodh shpesh në Shqipëri, në mirë besim, unë të marrë shtëpinë, t'i jam parat, në fund ai bëhet pishmën se zbulon që do ndërtohet një pallat i madh aty dhe i thot, këtë shtëpi unë nuk ta kam shitur, do ta pyes zonjën, po çfarë të thot, këto lekë është i gatshëm t'i kthej që ti ka marrë? Jo, më thot mua zëre sikur ke qenë me qira, thot, ke paguar qira. Të thot të lekë që ti më ke paguar çdo. Po pse 1.000 euro e ka qira në muaj ai? Kur ti ke paguar 1.000 euro muaj? Për këtë kam ardhur, dua ta zgjidh këtë problem. Avokat, çështja është më e ndërlikuar. Problemi është që qytetarët e vendit tonë, një pjesë, domethënë e mirë e tyre, nuk po ndërgjegjësohen, nuk po përgjegjësohen me atë që çdo veprim duhet jetë ligjor, e duhet bëhet në përputhje me ligjin. Dhe asnjë hap mos bëj, asnjë qindark mos jep, në rast se ti nuk e bën në kuadrin e plot ligjor. Dhe ai që i rregullon këto marrëdhënie në Shqipëri, marrëdhëniet e shitblerjes, marrëdhëniet e dhurimit, që ti dhuron diçka, një kontrat tjetër që ti mund të bësh, kontrat transporti, kontrat porosie, e të tjera. Të gjitha bëhen te noteri. Dhe para se të bësh një veprim, me cilin do shtetas, me vllain tënd, me nënën tënde, me baban tënd, me fëmijën tënd, ti do vesh te noteri. Dhe do i thuash noterit, këtë veprim duhet bëj unë. Më afron ky një shtëpi për ta bler. Çfarë veprimi duhet bëj unë që ta blej këtë shtëpi? Më thot e ke 8.000 euro. Dhe noteri do t'i thot, ky person thot, ta ka dhënë certifikatin e pronësisë, esha se është pronara i vet një herë në të. Se po nuk je pronara i thot, s'ta shet do tyja. Atë e ka të regjistruar në kadastra, nuk e ka të regjistruar. Pra, pjer një herë dokumentacioni dhe noteri mbasi merr dokumentacionin dhe shikon që ai është pronar, atëre ka të drejta shesi, të dyja palët vën atje tek noteri, edhe mbi atë bazë bëjnë kontratën e shitblerjes, edhe e blendi shtëpinë, u bë garant në kuptimin e vërtet fjalës tani ligji, shteti, institucioni i shtetit, se është noteri i cili del zot ty nesër me këtë kontratë shitblerje që ti ke. Nëse do të kishte këtë lloj kontrate zonja Valbona, do ishte më e sigurt sot? 100%, sepse këtë kontratë ajo që do bënte me të, do të bënte me këtë person, do të dilte që ai e ka të regjistruar, ai është pronari i saj, dhe që po zhvishet ta pronësia, sepse po e blen dikush tjetër dhe ai po e shpaq vullnetin e tij për ta bler zonja dhe ja shiti, kjo atë kontratë menjëherë e çon në kadastër
dhe në kadastër regjistrohet në emrin e kësaj, dhe kjo është pronare se prek njeri gjallë një jetë, pastaj mund të bet pishmende, le të bet vrasi veten, mbaroj puna, po u firmose u volos tek noteri na dyja palët me vullnet lirë dhe u qua u regjistrua, bet kjo pronare. Në fakt kjo tani është rrezikuar. Pse? Jam i bindur që ai atë kasolle ka rrezik se ka regjistruar fare, as vetë. Është në legalizim Dhe, si po pikërisht, ja, është legalizim. Zori vetë, Po, Valbona. do të thënë që nuk e ka të regjistruar, akoma. Do legalizohet a nuk do legalizohet, kjo është një procedurë tjetër. E qartë, Po u legalizua, do legalizohet në emrin e tij. e qartë. Ai duke qenë që e legalizon tani në emrin e tij, nuk ja shet me kësaj. Nuk është dakord ai në shtim me, i ka marrë lekët. Lekët i ka pretendimin tani që këto lekë ja ka marrë se ti thot ke denjur me qira aty. E thot ai ngre këtë pretendim. Po pra, po se nuk kanë asnjë të shkruar. Pikërisht, atëre kjo e vërteton që atij ja ka dhënë lekët. Ja ka dhënë 6500 euro. Derisa kjo vërteton që ja ka dhënë atij 6500 euro, sepse ka mandatet kjo, edhe me Western Union, me Rio, me çari ka dërguar, atëre do ta hedhin gjyqat, dhe do t'i thot, më kthe 6500 eurot që më ke marrë, me që ti nuk do të bësh kontratën e shitblerjes me mua që mund ta blej këtë shtëpi, sepse unë prandaj t'i dhash ty eurot. Dhe jo vetëm kaq, po ato 6500 euro që i ka dhënë, do t'i kërkoj dhe interesat bankare për 3 vjeta sa kanë ato, sa bëjnë ato 6500 euro, në rast se unë do t'i kisha në bankë. E dyta, do t'i thot atia që unë këtu në të shtëpi kam bërë këto shpenzime. Dhe do vej një ekspert, do shikoj atje, që këto shtëpi ka qenë në tilja, ka qenë kështu gërmall. Kasolle. Dhe çfarë është bërë tani? Është bërë e banueshme, është bërë me pllaka poshtë, me derë, me gjitha. Sa ka qenë shpenzimi, do t'i thot atia që unë isha në mirë besim, se ti më the që është prona ime dhe mashet, sepse mbi këtë bazë u futa unë këtu, se nuk u futa me zorë, pra më fute vetë ti me vullnet lirë, tani këto shpenzime e je ditruar të minjosh, plus edhe ato që të kam dhenë, tyja, pra 6500 euro, mi kthe ato dhe unë do dalë nga shtëpia. Ne edhe gjykata do vendosi pastaj përfundimisht që palët të kthehen në gjendjen e mparshme, pra si që kanë qenë në fillim, që kjo nuk e ka atë shtëpi se nuk e shesaja, ai le ta mbaj se e kishte të vetën, por ai do detyrohet i kthej kësaj këto që thashun 6500 euro plus edhe çfarë shpenzime ka bërë kjo në atë shtëpi. Kjo do të jetë zgjidhja përfundimtare e kësaj çështje. Çfarë mendon ti për këtë çështje? Por kjo, domethënë, nuk mund ta pretendoj dot që t'ja marrë atij atë shtëpi, se s'ka akt, edhe ai vetë nuk e ka akoma të pa legalizuar dhe s'ka çfarë shet ai. E qartë, në të tillë situata ai nuk ka çfarë shet dhe ti nuk ke çfarë ble. Kjo është zgjidhja, domethënë, që do të E dashur Valbona, në momentin që ke folur me kunatin tënd, keni qenë në konflikt gjatë gjithë kohës. Ai e ka pranuar që 6500 euro i ka marrë nga ty. Investimi që ti ke bërë ai e ka pranuar se është e dukshme. Është i gatshëm ai në mënyrë të vullnetshme këto para të t'i kthejë mbrapa? Më thotë të ke ndënjur me qirafët dhe duhet të dalësh. Biles ai është edhe debitor të dritat, ja kam larë gjysmën e shumës, ishte mbi 8 milion debitor, ja kam larë gjysmat nga që i ka në Gjermani për problemet e mia shëndetësore dhe të burrit, nuk ja lava. Kam një vit që unë kam ardhur nga Gjermania, ditën e parë, ditën e dytë, kanë ardhur më kanë prerë dritat elektricistët, kishin dërguar privat. Edhe ky problemi dritave, tani në rast se ti ke paguar faturat e ti, se i ka lënë të prapambetura edhe i ka lënë me kamat, vones ato e të tjera, dhe ti ke shkuar, i ke paguar, ato dalin se janë të regjistruara, edhe këtë shumë lekësh do t'ja kërkosh atij dhe do t'i paguaj ai një për një ato. Çka ke paguar ti? Për kohën gjithmonë që i ka konsumuar ai. Kurse nga dita që e futur ti në shtëpi, pastaj, nga dita që e futur ti në shtëpi dhe është regjistruar fatura në emrin tënd, edhe mbrapa do t'i paguash ti një për një, gjitha lekët e energjisë elektrike. Por ai nuk i njeh parat, i thot, ato janë para qeraje, pra ai sot del me pretendimin që ti më ke dhënë 6500 euro për 3 vite që ke banuar në shtëpinë time. Po ai është pretendimi ti, kurse kjo, kur ta hedhin gjyqat kjo do ai kërkoj atija edhe 6500 euro, do t'i kërkoj edhe shpenzimet që ka bërë për ta rregulluar atë shtëpi, sa ka bërë, kush ja bëri këto rregullime e tjera, edhe merr kjo një vlerësues, një ndërtues vlerësues i cili thot këto të gjitha bëjnë 4 milion lekë. Kaq ke hedhur këtu ti, që ke bërë gjithë rregullime. E qartë. 6 milion e gjysmë ja ka dhënë, plus 4 milion 10,
plus 2 milion energjia elektrike, 12. Dhe kjo i thot ati, do bëj pa din, do i thot, më kthe 12 milion lek atia. Dhe gjykata do vazhdoj do vendosi. Kjo na shtëpia nuk del, se nxjerr dot na shtëpia i gjallë, nuk e nxjerr dot. Por ai thot, zonja Af thot ka ardhur një letër që do ishte mirë ta kishim atë dokument sot për ta kuptuar. Edhe atë I kemi, atëherë gjatë na ndihmoj me ato foto. Mos është për mbaruesi. Mund ta ketë kjo, cili do mund ta sjellë institucion, mund ta sjellë atë letër, po ajo letër nuk ka vlerë në rast se kjo vetë vullnetarisht nuk do ta lëshoj shtëpinë. Pse? Kjo ka vajtur me mirëbesim aty. Kjo ka paguar e tjera. Kjo mendon se ka shtëpinë e vet aty. Ti tani, në rast se do që ta shkulësh në shtëpi atë, paguaj gjitha detyrimet që ke ndaj saj dhe pastaj kjo largohet sepse gjykata kur të thot kthehen në gjendjen e mparshme, do të thotë që ai detyrohet të pagojë 12 milion lek dhe kjo ta liroj atë shtëpi e iki, kështu do vendosi gjykata. Me atë vendim merr formën e prerë, kjo mbasi merr lekët, atëherë mund të ikin nga ajo shtëpia. Tani këtu problemi është që e tha indirekt. Këtu tani ka rrezik që ata do kenë marrë ndonjë leje ndërtimit për të ngritur ndonjë kull aty ose ndonjë godinë nëntkate e tjera dhe atje. Kjo, domethënë, e ka me vlerë të madhe ai tani. Sepse ja ka shitur kësaj 8.000 pa e ditur se në një të ardhme do kishte vlerë më të madhe. Nga ajo ai mund të marri tani 300.000 euro. Kështu që ai del me leverdi aty, edhe përsëri s'ke që bën, domethënë, ai do ta gëzoj atë gjepse, sepse s'ka patur aktet e pronësisë. Kjo e ka marrë pa dokumente, pa gjë dhe nuk e mbron ligji, faktikisht, do ta mbroj vetëm për çka ka dhënë, do t'i marri mbrapsht. Dhe ai do ta gëzoj pastaj atë, kështu që ai ka interes, i bën presion faktikisht kësaj ai, që thot ti ke ndenjur aty me qiraje të tjera, sepse atij do i dalë leverdia shumë më mirë në tjetër drejtim, por ai duhet të shlyhet njëherë me këtë. Po se shleu kjo nuk ikën në shtëpi, nuk del, nuk e nxjerr dot njëri. Nuk të nxjerr askush nga shtëpia, thot avokati. I dashur Valbona, s'do lidhemi në këtë moment edhe me dritanin, me bashortin tuaj, i cili dhe ai e përjeton më së shumti, sepse është vllai i tij ai që po ja bën të gjithë këtë konflikt dhe po kërkon të dëbojë nga shtëpia. Por ndërkohë krenari e pranon investimin, pra ka kërkuar që ato para që keni investuar t'i kthej tek ty. Jo, më thotë mua, do dalësh direkt, thotë të merë robat e tua që ke thot, edhe direkt, as të kam gjë, as të një, as më një. Më ka dërguar dhe gjitha ato fjalë ofenduse, më shanë në telefon. Si ju shanë në telefon? Me fjalë t'i kam dërguar me qizim, janë të rënda, nëse do t'i jepnim në transmetim, ato janë shumë të rënda. Tani ai. Janë e shoqja e ti, më shanën me të tilla fjalë, po. Edhe punata. Kjo tani në kuptimin edhe ligjor, edhe qytetar, edhe moral e tjera, kjo konsiderohet tani vetë gjyqësi. Dhe vetë gjyqësia dënohet. Dënohet penalisht, me burg, dënohet vetë gjyqësia. Ai nuk do të zgjedhë këtë rrugë. Kjo është rrugë e krimit. Në rast se ai të dërgon mesazhe, të kërcënon, të kanos, po s'dole do të bëj këtë, do të bëj atë, ose shpif ndaj teje me letra e tjera me radhë, ai përgjigjet penalisht për tëra këto që bën. Ai do zgjedhë rrugën ligjore. Në rast se, domethënë, ka këtë u lindi ky konflikt. Avokat, tani më ndihmon gazetarja Xhela Durishti për atë letrën që ju ka ardhur në shtëpi. Është pikërisht vllai i krenarit, është zoti Zamir, ai që ka sjell të letrën në shtëpi dhe konkretisht shkruhet kështu në letër. Zoti Dritan dhe Valbona, që janë të dy çifti, ju njoftojnë përzemërsisht se sikurse jeni në dieni si përfaqësues me prokur i krenarit në lidhje me lirimin e dorëzimit të banesës së krenarit brenda 3 ditëve nga ky moment të më caktoni adresën e dorëzimit dhe të plaçkave që keni në këtë banesë. Ju informojmë se këtë njoftim po e vendosim tek dera e banesës dhe kemi njoftuar pushtetin vendor dhe policinë e shtetit. Pra, është i vllai i cili ka marrë një prokur dhe kërkon dëbimin nga shtëpia. Ne nuk di vetë, do të kërkoj ndihmë të një avokati atje në Vlorë, po të di vetë, do bëj një përgjigje të tillë. Do t'i thotë faleminderit, e mora njoftimin, por ju më thoni 3 ditë, unë për 3 ditë do ta zbatoj këtë, brenda 3 ditëve më sillni 12 milion lekët që kam bërë investimet, po dhe që u kam dhënë lekët juve, dhe në momentin që do më jepni 12 milion, e keni të dorëzuar shtëpinë. Dhe atëherë ata çfarë do bëjnë? Do t'i drejtojnë ata gjykatës që ta nxjerrin nga shtëpia. Po, ose kjo vetë, në rast se ata nuk i drejtojnë gjykatës, mund t'i drejtohet dhe kjo gjykatës që jam në mashtrim, pse gjoja ma shiti po s'ma ka shitur, më mori kaq lek, kaq bën shpenzimet që kam bërë aty në shtëpi unë, kaq bëjnë dritat e tjera, të më kthej lekët dhe do bëhet për ajo është e bërë me një shkrimdore. Po, është letër nga i vllai, nuk është nga përmbaruesi. Po as
përmbarus nuk vete dot atje, as policia s'vete dot, se po vetë policia prien kemët, sepse duhet të vendosi gjykata. Kur gjykata të vendosi për zgjidhjen e këtij konflikti gjyqësor dhe të merret një vendim gjyqësor i formës prerë, vetëm atëherë merret vendimi, çohet përmbarusit për ekzekutim, përmbarusi vetë pastaj thotë zonjë, dil sepse kam këtë vendimin e gjyqësor të formës prerë, do ikësh nga shtëpia. Ndryshe nuk del jo nga ajo shtëpi. E qartë, ndërkohë kemi dhe bashkëshortin tuaj në një lidhje telefonike, Dritan Alushi. Dritan, përshëndetje. Përshëndetje, motor. Mua më vjen shumë keq që prej një kohe të gjatë jeni në konflikt me vllajin tuaj për shkak të një prone e cila ka degeneruar, le të themi, në kërcënime dhe ofendime të rënda edhe ndaj gruas tuaj, apo edhe ndaj vllajt vet ka ofendime. Në maksimum, në maksimum ofendime. Dritan, nuk keni arritur do të gjeni një gjuhë të përbashkët me vllajin tuaj, ti e ke vllatë për të folur pikërisht për këtë çështje? Unë vlla e kam, vëllëftet e kam vlla dhe nuk e atë kur poshtë, a i e bëri si e bëri. Shefeti thonë ati nuk më thonë mua, por unë kërkoj një gjëna vlla i, kërkoj një drejtësi në atë pak, dhe ato dy leka me kemi zetë, me zi kemi bërë, me zi kemi nxjerë, me zi kemi punuar. A i kërkon të në nxjerë si me i sistim në shtëpia. Por se unë i kam thënë kaq, dhe unë dhe bashkëshorti e dhe fëmijët e mi, i kemi thënë zoti Grenat, të lutem, na kthe lekët neve dhe ne jemi të detyruar të dalim një orë më parë në shtëpia. Ose e kundërta i kemi thënë, çfarë të detyrohemi ti t'i kthejmë vëlla. Ai fillon atë presionet, nuk bën dot më beto motra ime. Prandaj u drejton. Presionet i bën ai, kanosjet që ai bën, shpifjet që ai bën, juve punën e parë keni që shkonin polici dhe bëni kallëzimin penal. Dhe me njerë policia vepron. Në rastin konkret, nuk mund të marri dot zonja dhe ti urdhër mbrojtje, se nuk e ke vlla. Se po të kështë vlla, mund të kërkoj një dhe urdhër mbrojtje, të mësonja unë si meret urdhërin mbrojtjes, që ai të mos afrohesh tyja 300 metro, apo 500 metro, atje edhe tek ajo shtëpi ku je ti, edhe të mos komunikonte kurrë me tyja në telefone tjera, por nuk e ke vlla, e ke kushërit parë dhe nuk kesh subjekt ai që përben atë marrjen e urdhërit të mbrojtjes, duke qenë rrethin e ngushtë familjar, si që ka të përcaktuar ligji, baba, nen, motër, vlla, e të tjera, bashkëshorte, ish bashkëshorte, apo ish bashkëshort, pra nuk e kene këtë rreth. Kurse kallëzimi penal për çdo lloj gjëje i bën ti e bën. Mos ki me rak se gjoja policia nuk bën gjë, jo, policia sa e bën kallëzimi penal ti, ja çon prokurorisë dhe prokuroria do marri vendim për atë kallëzim që ke bërë ti. O nuk do ta filloj çështjen penale dhe do të thotë ty do argumentoj pse se fillon, o do ta pushoj, do të argumentoj pse e pushon, o do ta çoj në gjyq. Po tha mos fillim, ke drejt ankoshtin gjykat atë vendim të prokurorit, edhe pastaj po pati gabuar prokurori e korrigjojnë gjykata. Ndiqni rrugën ligjore me vëmendje se ligji të nxjerr mban, vetëm ligji të nxjerr mban. Të tjerat vetë gjyqësit, presionet e tjera nuk i ha kush më në këtë vend. Ata i bëjnë për kokën e vetë ato dhe pastaj gjenë e vetë e kërkojnë me kem edhe pastaj le të ndjekin kemët edhe në burg. Ne urojmë që zoti Krenar të na ndjeki ditën e sotme dhe pse ai jeton me familjen e vet në Francë dhe i ka dhënë prokur të vllajt të tij Zamir Kormuzi, ai i cili ka dërguar letrën në familjen tuaj i dashur Dritan dhe kërkon që ju të lironi banesën brenda 3 ditëve. Por çfarë do i thoshe dy kushurinëve të tu të parë që besoj do njoftojnë nga ky emision? Ju lutem shumë. I kam vlezër, tani vlezër i kanë nuk lumjoj do. Po në rregull kushiri parë vlla është, s'ke që bën, ashtu është. Dëshiroj që të bjem në paqe të dytë si vlezër. Asnjë gjë tjetër. Unë uroj që ata të na dëgjojnë, të kemi një përgjigje, do tentojmë në këto momente të lidhemi me Zamir Kormuzin, ju na keni vënë një numër në dispozicion, gjithnjë nëse ai do reagoj dhe kërkon të japi një përgjigje drejt për së drejti këtu në ekran e Report TV, të falenderoj Dritan dhe uroj të bëhet më e mira. Ndiqni rrugën ligjore që avokati Daet Beqiri ju dha, ju këshilloj ditën e sotme. Rrofsh të falenderit ty dhe avokatit dhe gjithë juve. Faleminderit Dritan, faleminderit. Ndërkohë që regjia bëhet gati të kemi ziljen e Zamir Kormuzit për të folur edhe me këtë zotëri, i cili të ka nisur një letër në banesë dhe kërkon që ta lirosh banesën brenda 3 ditëve. Ke folur nga afër vetë me Zamirin? E ka takuar burri im edhe ka thënë që unë nuk marr më pjesë, bëni çfarë të donin vetëm me Krenarin, nuk kam bërë dorëheqje. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Flas me familjen Kormuzi? Jo,
Jo, keni marrë gabim. Ju kërkojmë ndjes. Ndoshta numri që na keni vënë dispozicion nuk është numri sakt, e mbyllim regjia, unë uroj që ata të na ndjekin në këtë Po edhe transmetim mund familja t'jetë ai numër, Kornuzit. por tha nuk jam unë. Ndodh edhe kështu. Nga zëri ti e njeh. Po do jetë nusja e djalit. Por gjithsesi Okej, ndodh s'ka që edhe nuk problem. duan të përgjigjen në transmetim dhe ne Mesazhin e muarën. dhe ne nuk duam t'i detyrojmë Patjetër, avokat. po. Ndërkohë, e dashur Valbona, ajo që përpos gjithë pronës, që gjithë djersa juaj, sakrifica juaj në këto vite u hodh pikërisht dhe u investua këtu dhe të mendosh një ditë mund të dalësh nga ajo banesë dhe të marrësh ato lekë që ti ke hedhur, po prap e vështirë për të blerë një shtëpi tjetër dhe kuptoj vështirësinë e jetës tuaj. Por ajo që të rëndon është ndarja me fisin e burrit. Keni arritur në një pikë që ka degeneruar tashmë. Jam në një stres shumë të madh. Këto 3 vjet që i ka marrë këto shtëpi, le t'i marrin të më kthejnë parat, iki që tani, edhe plaçkën ja ulë. Vetëm të më kthejnë parat. Jam shumë e stresuar, jam shumë në angst të madh. Mirë, kështu do Më kanë zgjidhet. shqetësuar shumë. Kështu do zgjidhet. Pa me Më rakë. shanë më ofendon në telefon, ja ka marrë mesazhet. Nuk kam çfarë t'i bëj më. Jo, keq i bën. Vetëm që djemtë mi të futen në konflikt me të. Më thot, do vi këto ditë, thot, do më vi nusja, thot, edhe ju do dilni për jashta. Po s'del për jashtë atje. Nuk del pa u bë kjo procedurë që të thashon. Ka procedurë ligjore që do veprohet. S'ben do të ai me vetgjyqësi. Po beri vetgjyqësi do vi në burg. Edhe mbasi dalin në burgu, përsëri do bëhet kjo procedurë që të thashon. Dhe ai nuk ka interes që të vej në burg, edhe pastaj ku do vim në gjendje fillestare, që do zgjidhet në këtë rrugë që u thash unë zgjidhje. E qartë. Ka zgjidhje tjetër. Po, në qoftë se i do shtëpit t'i marri, po i them, Po, hajde meri, më kthe patjetër. barat e mia, Po, hajde meri, zotri, ajo qa është- punime shkam bërun, hajde meri, jo më thot, ti ke qënë me qira, thot, Po edhe mirë, do le të dalësh thot çfarë direkt, doj, nuk thot, është unë punë të sjell fjalë policin, tani. thot. Po nuk vjere policinë, thoj. Vjen dot policia, s'vjen kur. Ndërkohë, me Krenarin dhe Zamiri, do shta ke pasur të vështirë të flasë sepse të kanë ofenduar që në fillim dhe të kanë mbyllur telefonin. Por me nuset që i rritur... Nuk i hapin telefonat. Dhe nuse Zamiri, të 2 bure grua, bërën doreqje, nuk keni më punë me ne, na falë, thaj që të kemi shqetsuar. A, janë trequr? Të gjithë po janë trequr, pavarësi se i kanë vënë këto gjëra, tani janë trequr, sepse unë i thash, unë do t'a qoj më lartë, le t'i jem fukaresh, do t'a qoj më lartë, i thash, ata janë trequr. Kini punë vetëm me Krenar Kormuzin, Por me edhe me nusën e Nusen. Krenarit, që le të themi jeni në një familje, nuse, jeni rritur Nuk bashkë. hapin telefonin. Ajo që është ti kam shkruajtur mesazhet, nuk më hapin telefonin. Për herë të fundit, çfarë të ka thënë ajo? Për herë të fundit kam dollë në një emision më përpara që të kam marrë që nga Gjermania. Po. Kam bërë kontakt vetëm atë Dhe ditë s'ke edhe folur. nuk kam folur më. Ndërkohë, këto mesazhe komunikime, Këto mesazhe mi dërgonte ajo nga telefoni edhe më bëri blok. pra të ka ofenduar, të ka Po. sharë, janë të turpshme të Po, lexohen të gjitha këto edhe unë i mesazhe. them ta dëgjoj zonja Gena bashkë me Krenarin, faleminderit për këto që kam bërë, është një zot i madh. Do vi një ditë një zot, do t'i shikoj dhe ata ku janë, do ma japi dhe mua të drejtën. Në mos, ata po të më kthejnë mua parat, të vinë t'i marrin shtëpit. Në mos, qa duan, atë 1500 ershi, ja u japun dhe të më lënë të qetë mos të më shqetësojnë, se më kanë shtresuar jashmase. Por fëmijët e tu si kanë reaguar në këtë situatë? Fëmijët e mi nuk dua që t'i fus në konflikt, Po, shumë mirë sepse ke i bërë. thonë gjaxha. Shumë mirë ke kupton? bërë le të rinë larg, e zgjidh ti tani bashkë me bashkëshortin Po. tënd këtë problem. Po. Fëmijët le të rinë larg. Nuk kam Rinë largë sepse nuk dua t'i fus në konflikt. O moj mama, qa u bë? Me qënë sa ata kanë marrë, ja, do vi nusja ime, do vi Gena me fëmit, do t'i përzëri. Si do më përzësh, moj zonjë? Mi e parat, u bërë e pishmën, mi e parat, se si jam unë, na blije ti këte, këtheja shqicës prap. Këshu është, nuk është Unë uroj këshu. që të marri një zgjidhje, ti marrësh paratë tua, je e gatshme që të dalësh nga ajo shtëpi. Moj ale dhe me plaçk, vetëm të më kthej parat e mia dhe të iki, nuk dua t'i shikoj me sy. Ka shumë je trishtuar dhe i Aq shumë lënduar kam nga... bërë në një stres, jam me depresion, pi ilaçe depresioni. Dhe më vjen keq, sinqerisht, por duhet t'jesh e fortë në këtë situatë për të ndjekur anë ligjore që avokati Hidajeti tha ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë, askush nuk mund t'ju përzën nga ajo shtëpi deri në momentin që ai do t'ju kthejë ato para që ju ka marrë dhe me investimin dhe më pas ju mund të largoheni për gjetur një tjetër zgjidhje dhe ai të marrë shtëpinë e tij. Por nuk bëhet kështu me zonja Odeta. Më thot do dalësh direkt, më thot. mirë, më mirë nuk bëhet, e folëm ne tani. Po. Thot ai, por
nuk është ai Perëndia, domethënë Perëndia është ligji. Në momentin që ai mund të vide të kërcënoj përpara derës shtëpisë, mund të ndodhi që të kthehet, ti menjëherë njofton policinë. Patjetër. Nëse mund të ndodhi kjo situatë. Por unë jam e sigurt që kunati juaj, krenari, do e ndjeki këtë emision, ndoshta ditën e sotme nuk mund të na ndjeki live për shkak se jeton në Francë, mund të jetë në punë. Por kur ne ta hedhim në kanalin tonë në YouTube, ai do dhe do na kontaktoj dhe padyshim që... Po, janë lajmëruar, se i kam lajmëruar që ditën e hënë, unë kam që do jesh me në këtë odetë, studio. po do jem në këtë studio dhe më dëgjoni. Jam e sigurt që po na djeg, po ndoshta nuk do të reagoj avokat, por mund na marri dhe pas kuintave dhe padyshim që ta kemi zërin e kam lajmëruar. Ai është i bindur për një gjë që nuk e zgjidh dot vetë këtë punë me. Pse? Është një konflikt që ka dy palë. Dhe derisa është një konflikt që kanë dy palë, dhe këta me marrëveshjen nuk po arrin, është mirë që të merren vesh vetë. Domethënë ai tulet bashkë me kushërinë e parë të tij, edhe ti thot, tani u bë kjo punë, unë nuk dua, deri tani kemi patur edhe keq kuptime, janë dërguar mesazhe të tjera, mbas e ka gabuar gruaja ime, mbas e kam gabuar unë, mbas e keni gabuar dhe ju. E qartë. Dhe e kemi bërë, domethënë, një çik përshesh këtë punë për keq, por tani tulemi edhe ti thresim logjikës edhe normale, njerëzore, edhe vllazërisë tonë që të ngjelemi dhe fëmijët i lëm në mirë kuptime e tjera, sepse vëllezër do jenë me njëri tjetrin, edhe kur nuk do jemi ne, do janë fëmijët tanë që do bëjnë e do japin e do marrin, se gjaku ujë nuk bë. Prandaj hajde ulemi tani ta zgjidhim sa bën shpenzimi që ke bër, sa lek duhet u kthej unë juve, urdhroni lekët, hajde bëjmë dhe një dokument që ti ktheva. Dhe uroj që të ndodhi kështu. Edhe ti firmos që në filan datë do dalësh mbasi unë t'jap lekët, dhe zgjidhet. Nuk e zgjidhen kështu, nuk pajtohen, atëherë janë detyruar njëri e tjetrit dhe në gjykat. Ai vetë nuk e bën dot me vetgjyqësi, se po e bëri me vetgjyqësi, e thash edhe një herë. Është vetgjyqësi ta zgjidhësh vetë ti. Thua jo, është imja ajo, dil qandeja. Unë marr kryetarin e njësisë administrative, ka dhe na këtë kryetarët që se njojnë ligjin e vengta, pas Berihajit. Ka dhe na i polici mund vej atje. Por problemi është që nuk do shkeli ligjin, se vetën burg polici pastaj dhe ai administratori, pa patur një vendim gjyqësor të formës prerë dhe pa vajtur përmbaruesi gjyqësor për ta bërë largimin apo lekët e detyrimin e tjera. Unë uroj që krenarit të tije duke na ndjekur. Do t'i thresi logjikës, nuk do ta bëj vetgjyqësinë në asnjë mënyrë. Deri më sot ka element vetgjyqësie në këto që ka bërë, presionet e gjitha këto janë vetgjyqësi. Mos e bëj sepse vetgjyqësia dënohet vetëm me burg, s'ka dënim tjetër, vetëm burg ka vetgjyqësia. Lërja në dorë ligjit shtetit nuk ka vetgjyqësi. Ne do mbetemi në kontakte dashur Valbona dhe të uroj të marrë zgjidhje sa më shpejt me këtë çështje, këtë konflikt që ke 3 vite që e vuan. Të falenderoj që të pata në studio. Rofsh, falenderi, po dua të lej një mesazh të fundit. Ta dëgjoj mirë krenar Kormuzi që pa më kthyer parat unë nuk dal nga ajo shtëpi. Në të kundërtën, shtëpia është e imja, ai të shikoj hallin e tij dhe unë hallin tim, mos të më shqetësoj më. Uroj. Dhe jam e sigurt që do e dëgjoj. Avokat, falenderoj që të pata në studio. Faleminderit, avokat. Mirë, me historinë e Valbona Rapaj kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë në reklama dashumish, rikthehemi vetëm për pak minuta sërish të live me pagjurmë. Mirë, jemi sërish bashk live dashumish në këto pak minuta televizive që më kanë ngelur në dispozicion, dua ta shfrytëzoj për të dhënë raste personave të humbur që janë denoncuar nga familjarët e tyre këtu në ekranin e Report TV dhe do e nis me historinë e Vojsava, më falni, të Kristina Dautit, një 68 vjeçare nga Korça, e cila ka humbur zholli kontakti me familjen e saj në 26 maj të vitit 2021 përpara 4 viteve afërsisht nga Gjermania. 68 vjeçare ishte larguar prej disa viteve drejt Gjermanisë për shkak të problemeve me shëndetin e saj, ishte vendosur në Gjermani ku merrte kurim. Kontaktet kanë qenë të rregullta fillimisht me Kristina Dautin dhe familjarët e saj në Korçë, por kontakti fundit ishte 26 maj vitit 2021 dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Kristina Dautit. Dhe kunata dhe vllai që jetojnë në Korçë, ata cilët kanë bërë denoncimin në redaksinë e emisionit pa gjurmë, gjithnjë kanë merakun se ndoshta për shkak të shëndetit jo fort të mirë në atë vit, diçka mund të ketë ndodhur, diçka e keqe me fatin e saj, ndaj janë të interesuar për të mësuar për jetën e Kristina Dautit. Por kush është historia e 68 vjeçarës, si humbi ajo kontaktet me familjarët e saj në Korçë? Ne do ndiqim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi.
Kristina Dauti është një 68 vjeçare nga Korça, e cila rezulton e humbur për familjen që prej datës 26 maj të vitit 2021. Ajo ishte vendosur në Hamburg të Gjermanisë që prej vitit 2019 për të kuruar pasi vuante nga probleme shëndetësore, ndërsa në vitin 2020 ajo shkëputi çdo kontakt me familjen, pas denoncimit nga Kunata për zhdukjen e saj në pagjurmë, me ndihmën e një gazetari nga Costa Rica, i cili jo vetëm e kishte njohur shqiptaren në spitalin ku jetonte në Hamburg, por edhe i kishte shërbyer. Arritëm të bjenim në gjurmët e Kristinës dhe të dyja të lidheshin live me njëra tjetrën. Gjatë kësaj bisede, Kristina tregoi se ishte nënshtruar një operacioni në shtyllën kurrizore dhe se tashmë ishte në një gjendje të stabilizuar. Kristina Dauti ka jetuar prej 25 vitesh në Athinë të Greqisë, e vetme me problemet e shëndetit që e shoqëruan gjithë jetën. Një aksident që i ndodhi në Vogëli i dëmtoi njërin këmbë ndërsa e la me probleme. Jetesa larg familjes e kishte shkëputur prej kohësh me Shqipërinë, ndërsa nuk ishte mundur të vinte për shumë vite, edhe kur u nda nga kjo jetë vëllai, nëna dhe babai i saj. Largimi drejt Gjermanisë ishte shpresa për të kryer operacionin që kishte dëshiruar prej kohësh, operacion të cilin nuk ja mori përsipër asnjë shtet tjetër, por që pas atij momenti të datës 26 maj të vitit 2021, Kristina sërish shkëputi kontaktet me Kunatën, e cila e shqetësuar për fatin e saj kërkon ndihmën tonë për të vënë në kontakt me 68 vjeçaren. Kjo është historia e Kristina Dauti, 68 vjeçaria korçare që humbi kontaktet me familjen e saj nga Gjermania, majin e vitit 2021 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Unë bëj thirrje gjithë emigrantëve të cilët jetojnë në shtetin gjerman, ata që e kanë njohur Kristina Dautin, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë, por ndërkohë i them dhe familjes që jam e sigurt që janë duke na ndjekur në këtë transmetim live, që jemi lidhur me ambasadën tonë në Gjermani për të marrë një përgjigje dhe uroj dhe shpresoj që kjo 68 vjeçare të jetë një jetë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. Por kushdo që ka informacion për 68 vjeçaren Kristina Dauti, mos të hezitoj të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj dashur miq, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Do shkëputemi sërish në këto momente, dua të prezantoj një klip, bëhet fjalë për prostatolin, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi sërish bashk live dhe do qëndrojmë ende në juglindje të Shqipërisë, do të jemi në kërkim të Aurel Licenji, dashur miq, një 50 vjeçar nga Piluri i Devolli, që fatkeqësisht rezultoni humbur për familjen e tij në datën 10 shtator të vitit të kaluar dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me Aurelin. Por kush është historia e 50 vjeçarit që është denoncuar në studion e emisionit pa gjurmë nga motra e tij? Ndjekim të material dhe rikthehemi. E la në shtëpi dhe vetë u nis për të shkuar në punë, pa e ditur se ai do të ishte kontakti i fundit me të vllajën. Donika Licenji denoncon në pagjurmë zhdukjen e vllajt 50 vjeçar, pasi ajo që prej shtatorit të vitit të shkuar nuk ka asnjë informacion për Aurelin. Atë ditë Donika, si çdo mëngjes tjetër, u ngrit për të shkuar në punë. Mbi tavolinë la një shumë prej 50.000 lekësh të vjetra dhe u largua duke e porositur vllajën që të shkonte të paguante faturën e dritave. Pas ditën e po asaj dite, kur kthehet në shtëpi, nuk i gjen të vllajën. 50 vjeçari kishte lënë në shtëpi telefonin, ndërsa lekët i kishte marrë me vete dhe drejtimi i tij ngelet ende i paditur. Aureli prej vitesh mjekoi për problemeve psikologjike, por gjendja e tij nuk ishte e rëndë. Për këtë arsye, ai bullizoi në fshat, gjë të cilën 50 vjeçari e përjetonte keq dhe e bënte të mbyllej më shumë në shtëpi. Prej 5 vitesh që pas vdekjes së prindërve, ishte motra që kujdeste për vllain e sëmur. Aureli Licenji është larguar edhe më parë nga shtëpia për 3 muaj, por është gjetur në Tiranë, konkretisht në një shoqat për të pastrehët. Edhe pse familja ka bërë kërkime në Korçë dhe në Tiranë. Ditën që 50 vjeçari u largua nga shtëpia, kishte veshur një palë pantallona të errta, këmish lejla me një xhaketë jeshile, si dhe atlete të zeza.
Kjo është historia e 50 vjeçarit Aurel Lecenji Dashumiq, i cili fatkeqësisht nuk ishte krijuar familje, kishte probleme të shëndetit mendor, jetonte me nënën dhe babain, por pas vdekjes së nënës dhe babait në qytetin e Korçës, ishte motra e tij, e cila e mori të vllajën në fshatin Pilur të Devollit. Ai kujdesej prej 5 viteve për vllajën, por fatkeqësisht ai u largua nga banesa dhe nuk është kthyer më dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë që nuk është era e parë që ky 50 vjeçar është larguar nga shtëpia. Aureli është larguar përpara 2 viteve për herë të parë nga banesa e motrës së tij. Nga denoncimet që janë bërë në polici, është gjetur në kryeqytet në Tiranë ky 50 vjeçar. Ndërkohë që herën e fundit e theksoi Aurel Lecenji ka humbur kontaktet me familje në datën 10 shtator të vitit kaluar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur. Ndërkohë që regjia të më ndihmoj edhe një herë me pasaportën televizive të Aurelit, një 50 vjeçar korçar, i cili fatkeqësisht ka humbur kontakte me motrën e tij, ajo që kujdesej për Aurelin, pasi Aureli që i vogël kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor. Ai u largua nga banesa në datën 10 shtator të vitit kaluar, duke marrë disa para që e motra e kishte lënë dhe drejtimi është i paditur. Kushdo që ka informacion për Aurelin, kushdo mund të na ndihmojë duke u lidhur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ndërkohë që dua t'i them familjes së tij, motrës së tij, ajo që ka qenë në studio me mua, që kanë mbritur informacionet e para në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, dyshohet se ky 50 vjeçar mund të jetë parë në kryeqytet, informacione që po verifikohen në kohë reale, por ende mund të them që ne nuk kemi një gjurmë të Aurelit. Ndaj ditën e sotme unë e sjell sërish në fokus historinë e 50 vjeçarit, që ju që po na ndiqni këto momente, që mund ta keni parë, mund të na ndihmoni për ta rikthyer këtë 50 vjeçar tek e motra e tij. E theksoj, Aureli ka probleme shëndetit mendor dhe padyshim mund të jetë në një situatë rruge, apo ndoshta mund të shfrytëzohet nga persona për lypje në kryeqytet, pasi kështu dyshohet. Unë uroj dhe shpresoj që të gjitha këto informacione, këto pasaporta që ne prezantuam më saktë ditën e sotme, të kemi informacione, të gjejmë ta njerëz dhe të rikthejmë sa më shpejt në shtëpi. Me historinë e Aurel Lecenji Dashumiq kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.